تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libri besimit nga Sahih Muslim me shpjegim të djetarit kolosal Sheikh Rabia rahimahullah. Dhe jemi të kapitulli Babul Isra'i bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila as-samawat wa fardhi as-salawat. Kapitulli Israja, udhëtimi natën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam drejt qiejve dhe obligimi i namazeve. Dhe këtu, po ta shohim edhe këtë renditje që e ka bërë autori Imam Muslim rahimahullah, është një renditje mrekullueshme, se pasi që u përmend në kapitullin para këtij çështja e fillimit të shpalljes, u përmend këtu domethënë edhe kjo ngjarje dhe këto ndodhi madhështore. Që fillim domethënë edhe çështja e shpalljes, po edhe këto tash që do përmenden në këtë kapitull janë domethënë ndodhi madhështore. Njëherë domethënë brenda natës domethënë udhëtimi në Beitul Maqdis dhe ngjitja lart në qiell dhe prap brenda natës me u kthy domethënë në Mekë. Kjo domethënë është padyshim domethënë një ndodhi madhështore dhe ku shfaqet dhe shihet qartë domethënë në fuqia e Allahut subhanahu wa taala. Edhe Imam Muslim rahimahullah i ka përmendur këto sende domethënë në Kitabul Iman, në librin e besimit, që kjo ka nevojë domethënë në besimtarin me besu dhe mos me pas domethënë në asnjë lloj dyshim në këto çështje. Këtu thot ka thënë Imam Muslimi, haddathana Shayban ibn Farrukh qala haddathana Hamad ibn Salama qala haddathana Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق ما مصل براق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل. Dhe buraku ka qenë një kafsh e gjatë, ka qenë më e madhe se gomari, por më e vogël se mushka. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafihi. Domethënë, thundranën e vendoste aty ku arrinte shikimi i tij. Domethënë, hapat e tij, ecja e tij domethënë përfundonte hapi aty ku mbaronte shikimi. Qal, dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, farakibtuhu hatta ataitu Beit al-Maqdis. Dhe i hipa burakut derisa arrita me të domethënë në Beitul Maqdis, në Mesxhidul Aqsa. Edhe këtu transmetuesi i hadithit, po ta shohim, është Enesi radhiyallahu anhu, i cili domethënë nuk ka qenë në Mekë. Domethënë kur ka ndodhur kjo ndodhia domethënë e kësaj çështjes, nuk ka qenë domethënë Enesi radhiyallahu anhu në Mekë, por ka qenë në Medinë. Dhe dihet domethënë se kur ka emigru pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, ka ardhur nënaja e Enesit radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu dhe ja ka soll Enesin te pejgamberi alayhi salatu wassalam që me shoqëru pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe me i shërby pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe padyshim për ato 10 vite që ka qëndruar me pejgamberin alayhi salatu wassalam ka përfituar shumë domethënë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ose hadithin e ka dëgjuar domethënë këtë ndodhi me këtë përshkrim domethënë madhështor,
ose e ka drejt për drejt Enesin nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ose ka mundësi që dikush prej sahabëve ridwanullahi alehim ja ka transmetuar domethënë Enesit. Atëherë tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe mbrina domethënë arita në Beitul Maqdis. Qal farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihi al anbiya. Dhe lidha atë domethënë burakun te hallka ku lidhnin pejgambert kafshët e tyre. Domethënë ka qenë një vend të caktuar domethënë që i kanë lidhur aty domethënë pejgambert kafshët e tyre. Dhe kështu ka vepruar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thumma dakhaltu al-masjid fa sallaytu fihi rak'atayn. Pastaj domethënë kam hyrë në xhami dhe i fala 2 rekate. Thot Sheikh Rabia rahimahullah, se është përmend domethënë tash çka ti bën domethënë. S'ka incizohet edhe në rregull është. Hyna domethënë në xhami, në Beitul Maqdis dhe i fala 2 rekate. Dhe i fala domethënë 2 rekate. Në një transmetim tjetër, në një rivajet tjetër, përmendet domethënë se aty në xhami në Beitul Maqdis i ka prit domethënë edhe pejgamber të tjerë. Domethënë kur ka hyrë në namaz pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamber të tjerë domethënë janë lidhur pas tij. Por këtu domethënë në këtë transmetim përmendet domethënë se i ka falur pejgamberi alayhi salatu wasalam 2 rekate. Thumma kharajtu, pastaj dola nga xhamia, nga Mesjidul Aqsa, dola فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام بإناء من خمر وإناء من لبن. Kur dola nga xhamia, më erdhi Xhibrili dhe ma solli një enë me verë dhe një enë tjetër me qumësht. Fakhtartu al-laban, dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, e zgjodha domethënë në qumshtin. Atëherë, faqala Xhibrilu alayhi salatu wassalam, ikhtarta al-fitra. Domethënë e ke zgjodhë natyrshmërinë, e ke zgjodhë domethënë fitrën. Thumma araja bina ila as-sama. Pastaj domethënë u ngjitëm në qiell. Thumma araja bina ila as-sama. Fastaftaha Jibril faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qala wa qad bu'itha ilay qala qad bu'itha ilay fa futiha lana. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam kur u ngjitëm domethënë në qiell, qiellin e parë, kur mrinëm domethënë në fundin e saj, domethënë duheshte me kërku leje që me hy domethënë, që me kalu domethënë qiellin e parë, duheshte me kërku leje. Edhe prej rojes së qiellve domethënë me laçeve që e bëjnë atë, detyre kanë, u pyet domethënë Xhibrili alayhi salatu wasallam se kush je ti? Ka thonë jam Xhibrili, dhe kush është me ty? Ka thonë është Muhamedi. Atëherë ka pyet me laçja, a i është dhënë shpallje? Xhibrili alayhi salatu wasallam një gjë e tillë e ka pohu. Atëherë është hap domethënë fa futiha lana, na është hap domethënë në qielli që me vazhdu domethënë. Fa idha ana bi Adam farahaba bi wa da'a li bi khairin. Atëherë në qiellin e parë e takova Ademin alayhi salatu wassalam dhe më uroi mirëseardhje. Ademi alayhi salatu wassalam i ka uruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirëseardhje dhe është lutur për të. Është lutur për të. Thumma araja bina ila as-sama'i thaniya. Pastaj vazhdoi udhëtimin domethënë ngjitja në qiellin e dytë. Fastaftaha Jibril alayhi salam faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilay qala qad bu'itha ilay. Dhe në janë parashtruar domethënë pyetjet të njëjta, sikurse edhe te qielli i parë, kush je ti, kush është me ty, ai është shpallur aty tek shumë radh, dhe pastaj është hapur domethënë edhe qielli i dytë. Fa idha ana bi ibni khala Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakaria. Aty në qiellin e dytë i takova domethënë 2 djem që ishin djem teze. Djem domethënë teze, kushuri ishin domethënë, sepse nënat e tyre kanë qenë motra, dhe ata ishin Isa ibn Maryam dhe Yahya ibn Zakaria alayhima salatu wassalam. Domethënë aty në qiellin e dytë i ka takuar domethënë Isain alayhi salatu wassalam dhe Yahyan alayhi salatu wassalam.
farahhaba wa da'wa li bi khairin. Dhe ata po ashtu domethën i uruan mirëseardhje dhe u lutën për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Thumma araja biya ila as-sama'i ath-thalitha. Atë vazhdoi pastaj ngjitja në qiellin e tretë. Faqil man anta? Pra, kush je ti? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilay? Qala qad bu'itha ilay fa futiha lana. E kështu domethën vazhdoi udhëtimi prapa ato të njëjtat pyetje, domethën para se me na u hap domethën që të vazhdojmë, edhe aty në qiellin e tretë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam fa idha ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Aty e takova domethën na Yusufin alayhi salatu wassalam idha huwa qad u'tiya shatru al-husn. Dhe aty ishte dhënë domethën gjysma e bukurisë. Farahaba wa da'a li bi khairin. Dhe po ashtu domethën edhe ai i uroi pejgamberit alayhi salatu wassalam mirëseardhje dhe u lut për të. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. Atëherë vazhdoi domethënë udhëtimi, ngjitja lart domethënë edhe në qiellin e pestë dhe aty thot pejgamberi alayhi salatu wassalam e takova domethënë në qiellin e katër domethënë aty e takova domethënë Idris alayhi salatu wassalam. Se Allahu Ta'ala ka thonë për Idrisin alayhi salatu wassalam wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Domethënë dhe ne e ngritëm atë në një vend të lartë. Këtu kjo pjesa e ajetit që përmendet në këtë hadith, thotë që Uthemini rahimahullah që ka mundësi domethënë kjo pjesë të mos jetë domethënë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po është domethënë mudrij, domethënë është futur domethënë këtu në këtë pjesë të hadithit nga dikush prej transmetuesve. A është Enesi ose dikush para Enesit domethënë Thabit el-Bunani ose Hamad ibn Salama. Ajo domethënë që duket thotë Sheikh Uthemini rahimahullah se dikush prej transmetuesve ka përmend këtë ajet këtu. Që më tregu domethënë na për pozitën që është ngritur domethënë Idrisi alayhi salatu wassalam. Thumma araja bina ila as-sama'i al-khamisa. Pastaj vazhdoi ngjitja lart në qiellin e pestë. Dhe po ashtu prapa aty duheshte me kërku leje. Me kërku leje domethënë që të hapet edhe të vazhdohet udhëtimi. Dhe në qiellin e pestë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u hap domethënë fa idha ana bi Harun sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'a li bi khairin. Aty domethënë në qiellin e pestë e takova Harunin alayhi salatu wassalam dhe ai më uroi mirëseardhje dhe u lut për mua. Pastaj thumma araja bina ila as-sama'i as-sadisa. Domethënë atëherë vazhdoi udhëtimi ngjitja lart domethënë në qiellin e 6. Fastaftaha Jibril alayhi salatu wassalam dhe prapë ku kërkoi leje Jibrili alayhi salatu wassalam që të hapet, edhe kështu më radh deri në fund domethënë vazhdoi dhe në qiellin e 6 fa idha ana bi Musa alayhi salatu wassalam farahaba wa da'a li bi khairin. Aty në qiellin e 6 e takoi pejgamberi alayhi salatu wassalam Musain alayhi salatu wassalam dhe ai po ashtu i uroi mirëseardhje dhe u lut për të. Thumma araja bina ila as-sama'i as-sabi'a. Atëherë vazhdoi ngjitja lart domethënë në qiellin e 7, edhe prap kërkoi leje Jibrili alayhi salatu wassalam që të hyjmë dhe na u dha leja dhe aty domethënë fa futiha lana fa idha ana bi Ibrahim alayhi salatu wassalam musnidan dhahrahu ila Beit al-Ma'mur. Dhe aty domethënë në qiellin e 7 e takova thot pejgamberi alayhi salatu wassalam Ibrahimin alayhi salatu wassalam, ishte domethënë duke qenë domethënë i kthyer me korizin e tij domethënë ose me shpinën e tij domethënë ka Beitul Ma'mur. Ishte domethënë i kthyer domethënë me shpinën e tij ka Beit el-Ma'mur. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam për Beitul Ma'mur se është wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakan la ya'uduna ilayhi. Dhe në çdo ditë domethënë në Beitul Ma'mur hyn domethënë 70,000 melaçe
edhe nuk kthehen ata më. Hyn do më thonë dhe nuk kthehen më. Thumma dhahaba bia ila sidratil muntaha. Atëherë do më thonë më shkoj me mua do më thonë deri te sidratil muntaha. Wa idha waraquha ka adhani al-fiyala wa idha thamaruha kal qilal. Do më thonë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam për sidratil muntaha se gjethet e saj ishin si veshat e elefantëve. Aq të mëdha do më thonë gjethet e saj sa veshat e elefantëve, ndërsa frutat e saj ishin si ato enët e mëdha. Frutat e saj do më thonë ishin si ato enët e mëdha. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. Dhe kur ajo do më thonë umbulua nga asaj që urdhëroi Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e morja do më thonë ndryshimin e saj, atëherë nuk mundet askush do më thonë prej krijesave të Allahu subhanahu wa ta'ala me përshkruajt bukurinë e saj. Nuk mund askush do më thonë prej krijesave të Allahu ta'ala me përshkruajt bukurinë e saj. Fa auha Allahu ilayya ma auha. Dhe këtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, këtu më shpalli Allahu subhanahu wa ta'ala atë që ma shpalli. Do thonë, edhe këtu i erdhi pejgamberit alayhi salatu wassalam shpallje. Dhe prej një pjesë të asaj shpallje ishte fa farada alayya 50 salaten fi kulli yawmin wa layla. Atëherë, do më thonë, prej asaj që ju është shpallur aty pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte edhe obligueshmëria e namazit, të cilat ishin 50 namazet gjatë ditës dhe natës. Do thonë, i është bërë pejgamberit alayhi salatu wassalam 50 namaza që mi fal ai dhe ummeti i tij. 50 namaza do thonë brenda ditës dhe natës. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do më thonë, filloi pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikurse në fillim ngjiteshte lart, filloi do më thonë me zdryp. Nga lart poshtë. Nazala, tenzil. Do thonë, nga lartë poshtë është, fa nazeltu. Se kjo është shumë e rëndësishme kjo, nazeltu këtu. Se Shekh Rabia ka me përmend edhe kjo tregon do më thonë rëndësinë e madhe që mi mësu librat prej dietarëve që janë do më thonë të thelluar do më thonë në akiden selefie sunnije, që mi kuptu sendet mirë e saktë e drejt, sepse Nawawi rahimullah këtu bën një keq interpretim dhe shtrembim do më thonë të këtyrve teksteve. Se të qeshjen e sharive do më thonë, ata e mohojnë që Allahu Ta'ala është fi ulu. Edhe i mohojnë Allahu subhanahu wa ta'ala vend. Atëherë do më thonë këtu, tregon do më thonë, edhe do shohim që ka thot Shekh Rabia rahimahullah. Prandaj këto edhe një fjali do më thonë, është shumë më rëndësi pastaj në kuptimin e saktë që e kanë njerëzit e sunnetit. Fa nazeltu ila Musa. Nuk tha këtu fa dhahabtu ila Musa, se sikurse Nawawi thot, pasaj si që do shihet, pejgamberi alayhi salatu wasallam, Muhamedi alayhi salatu wasallam, ka shku nga vendi që e ka taku Musajin, në vendin ku ka dëgju zë, do më thonë. Do thonë, jo që prap është ngjit lart, prej te Musai prap ngjitje lart, pastaj prap zbritje poshtë, që do thotë se Allahu është, do të thonë, Allahu është, do të thonë, mbi krijesave, mbi të gjitha krijesave, fi ulu. Edhe para se me qenë Allahu Ta'ala i lartësuar dhe i ngritur mbi arshin e tij, gjithmonë Allahu Ta'ala ka qenë, do të thonë, mbi krijesave. Sepse kjo është, do të thonë, në kundërshtim edhe me logjikën dhe natyrshmërinë të pastër që Allahu Subhanahu wa Ta'ala, krijuesi, furnizuesi, ai që do më thonë sistemuesi, që me qenë do më thonë ma poshtë se krijesat e tij. Kjo do më thonë logjika e shëndosh nuk e pranon një gjë e tij. Po Allahu Ta'ala gjithmonë ka qëndruar do të thonë mbi krijesave të tij. Fa nazaltu ila Musa, dhe zdrypa do më thonë, zdrypat e Musai, fa qal, dhe i tha Musai alayhi salatu wasalam, ma farada rabbuka ala ummetik. Çka ja bëri Zoti yt obligim ummetin tënd? Çfarë gjë do më thonë ja obligoi Zoti yt ummetin tënd?
Qultu 50 sala. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam u përgjigj se janë, domethënë obligimi është 50 namazë. 50 namazë. Qal, atëherë i tha Musa alayhi salatu wasallam, irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Kthehu te Zoti yt dhe kërkoj lehtësim. Fa inna ummataka la yatiquna dhalik, sepse ummeti yt nuk mundet ta përballojnë një gjë e tillë. 50 namazë. Dhe thotë Sheikh Uthaymeen rahimahullah, se nëse do ishin ato namazë, domethënë në periudha të ndryshme gjatë ditës, atëherë këto 50 namazë na e kishin marrë domethënë gjysmën e ditës. Domethënë 12 orë. Domethënë tash ne ato 5 namazë, nëse i falim me gjithë sunnetet, na shkon 1 orë. 1 orë. E nëse kishin qenë ato 50 namazë, thotë Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kishte shkuar gjysma e ditës, domethënë. Duke qenë njeriu domethënë duke zbatuar domethënë namazin. Por Musa alayhi salatu wasallam i thotë pejgamberit alayhi salatu wasallam, ktheu te Zoti yt, kërko lehtësim sepse ummeti nuk mundet ta përballojnë një gjë tillë, fa inni qad balawtu bani Israila wa khabartuhum, sepse unë domethënë e kam provuar një gjë e tillë me bani Israil dhe kam bë eksperiencë me ata që ata domethënë nuk e përballon një gjë e tillë. Qal faraja'tu ila rabbi, atëherë domethënë u ktheva te Zoti im, fa qultu ya Rabb khaffif ala ummati, o Zoti im, domethënë lehtësoje për ummetin tim, fa hatta anni khamsan, atëherë domethënë më hoqi domethënë 5, domethënë u bën 45 namazë. U bën domethënë 45 namazë. Faraja'tu ila Musa fa qultu hatta anni khamsan, qala inna ummataka la yatiquna dhalik farji ila rabbika fas'al takhfif. Edhe kështu prap Musa alayhi salatu wasallam i tha ummetit, edhe ato 45 namazë s'ni përballojnë, kthehu dhe kërko lehtësim. Qal, dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, falam azal arji'u bayna rabbi tabaraka wa ta'ala wa bayna Musa alayhi salatu wasalam hatta qal. Dhe kështu vazhdova domethënë të shkoj te Musa alayhi salatu wasalam, që ishte në qiellin e 6, dhe prap kthehen tek Allahu subhanahu wa ta'ala, derisa në fund Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thonë domethënë, ja Muhammed, innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa layla. Ato janë domethënë tash 5 namazë. Domethënë prej 50 5 namazë domethënë. Disa herë nuk e dim tash tot Sheikh Rabia rahimullah, ato domethënë sa herë janë hoq radha tjera, ka 5 ose donjëherë 10, Allahu a'lam. Po në fund domethënë i ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala se ata innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa layla, ato janë domethënë 5 namazë tash gjatë ditës dhe natës, wa li kulli salatin 10, dhe çdo namaz domethënë e ka 10 fishin. Fadhalika 50 salat, ata domethënë bëjnë kështu, janë ata domethënë 50 namazë. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana. E kush sinon me bën një vepër të mirë dhe nuk e vepron, po ka sinuar, i shkruhet, i shënohet atij si një vepër të mirë. Fein amilaha kutiba lahu 10, e nëse vepron i shkruhen atij domethënë 10 domethënë në shpërblime ose 10 sevape. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab shay'a, e nëse dikush sinon me bën një vepër të keq, një mëkat, e nuk e vepron, atë e le domethënë, atë nuk i shkruhet asnjë gjë. Këtu ka një shpjegim të vogël, po në vazhdim do e përmendim. Fein amilaha kutibat lahu sayyi'atan wahida, e nëse vepron atë mëkatin i cili e ka synuar, atëherë i shënohet atij si një mëkat. Qal fanazaltu hatta intahaytu ila Musa, nazaltu, dhe zbrita poshtë derisa arrita domethënë në qiellin e 6 ku ishte Musa alayhi salatu wasalam. Fakhbartuhu, dhe prap e lajmërova, e informova, i tregova Musait alayhi salatu wasallam për këto 5 namazë, kurse kanë shpërblimin sa 50 namazë. Qal irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif, prap edhe për këto 5 namazë i tha Musa alayhi salatu wasallam, ktheu te Zoti yt dhe kërko lehtësim. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, fa qultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu. Jam kthyer te Zoti im aq shumë sa që tashmë më vjen turp prej tij. Sa që tash domethënë më vjen turp domethënë prej tij.
Do thonë turp për Allahu subhanahu wa taala, jo vetëm turp për njerëzve. Se disa do më thonë kanë s'ka nevojë. Do të dëgjojnë mësimin kur ta lëshojmë online. Tash. Do më thonë turp me pas nga Allahu subhanahu wa taala. Se shumë njerëz shfaqen se kanë turp nga njerëzit, nga shikimet e njerëzve. E kur nuk i shohin njerëzit, nuk kanë turp me i kalu kufit Allahu subhanahu wa taala. Jo, këtu fillon turpi. Me pas turp nga Allahu subhanahu wa taala. Me pas turp nga Allahu subhanahu wa taala. Ky hadith është padyshim hadith madhështor. Është hadith madhështor, domethënë, edhe thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, el-Isra'u është domethënë në udhëtim ose ecje natën. Do thonë fjala el-Isra e ka kuptimin në arabisht, domethënë ecje ose udhëtim gjatë natës. Sa i përket domethënë el-Mi'raj, që është domethënë nga fjala uruj, është es-su'ud, është domethënë ngjitje lartësim. El-Isra wal Mi'raj. El-Isra është udhëtimi domethënë gjatë natës, ecje gjatë natës. Mi'raj është domethënë ngjitje lartësim. Dhe ajo ka ndodhur domethënë el-Isra wal Mi'raj ka ndodhur domethënë brenda një natë. Brenda një natë. Tash lind pyetja, si është realizu Israja dhe Miraji? A është realizu vetëm në mënyrë shpirtërore, do më thonë në ëndër, ose është realizu me shpirt dhe me trup? Ajo që beson ahlu sunna wal jamaa, se një gjë e tillë është realizu, do më thonë, me trupin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe me shpirtin e tij. Edhe ka qenë, do më thonë, në vetdije. Ka qenë, do më thonë, jo në gjumë, për shembull, i ka hyrë burakut edhe në gjumë pasaj, jo. Ka qenë, do më thonë, me vetdije. Sepse Allahu subhanahu wa taala thotë, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan. Do më thonë, i lartmadhëruar është ai, i cili do më thonë e bëri të mundshme udhëtimin e robit vet gjatë natës. Kjo bi 'abdihi, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, thotë po ashtu Sheikh Rabia rahimahullah, thotë po ashtu Sheikh Fozani hafidhahullah në usulu thalatha, se kur përmendet në arabisht bi 'abdihi, është për qëllim ose janë të përfshirë këtu edhe trupi, do më thonë edhe shpirti. Edhe fizikisht, edhe nga aspekti shpirtëror. Nuk është vetëm do të thonë aspekt shpirtëror, po edhe fizikisht. Është realizu një gjë e tillë, një ndodhi kaq e madhe. Do thonë me trup dhe me shpirt. Kjo është do më thonë në qëndrimi i njerëzve të sunnetit, duke qenë do më thonë në vetdije, siç e thotë këtu Sheikh Rabia rahimahullah. Pastaj thot po ashtu Sheikh Rabia rahimahullah dhe Sheikh Uthemini rahimahullah, se fakti ku qëndron edhe se ka qenë një udhëtim i tillë, do më thonë me trup dhe me shpirt, është çështja që Kurejshit një gjë e tillë e përgënjeshtruan. Sepse Kurejshit nuk i refuzojshin ose nuk i kundërshtojshin çështjet e ëndrave. Se po të ishte në ëndër, s'kishin çka me kundërshtu. Po, do më thonë, t'ishte fjala se në ëndër kum qenë në Bejtul Maqdis, edhe në ëndër më ka ndodhur kjo që të ngjitem lart, do më thonë, në qiell pas qiell, do më thonë, deri te Sidratul Muntaha. Nëse ishte në ëndër, nuk ishte këtu diskutim edhe hapësirë për gënjeshtrim. Por ata u çuditën me faktin që pejgamberi alayhi salatu wasallam u thotë kam udhëtu deri në Bejtul Maqdis. Kur ata e dishin, do thonë se një muj ditë duhet udhëtim me deve me shkuatje. E si ky brenda natës ka shku, edhe është kthy. Dhe thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, wa salla bi Mekka subah. Dhe fali sabahun do thonë në Mekë.
se ata domethënë e përgënjeshtruan për shkak se ishte e pakapshme për logjikat e tyre, për normat njerëzore dhe fuqia njerëzore ishte e pakapshme që dikush me shku nga Mekë deri në Beitul Maqdis, edhe jo vetëm me shku, po edhe me u kthy brenda natës. Dhe jo vetëm kaq, thotë se është ngjit domethënë mbi 7 qiellve. Kjo është edhe më e madhe. Po ti ja Abdullah, prandaj ky imam kaq i talentuar, Imam Muslimi rahimahullah, kur e përmend këtu çështjen Babu Bedil Wahi, kapitulli fillimi i shpalljes, kur ti i beson kësaj shpalljes që është kaq madhështore, atë do të besosh edhe këtyre seneve këtu. Prandaj Imam Muslimi tek ka sjell këto ndodhi, domethënë që kërkojnë iman ta vërtetojsh dhe të besojsh. Kur e pranon ti se i ka ardhur ti pejgamberi, shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, atëherë domethënë edhe këto sene nuk janë nga vetja e tij, por është me shpallje domethënë. Edhe domethënë ata e kanë përgënjeshtruar për shkak se ka qenë fjala dhe qëllimi saj në trupin e tij ka udhëtu. Jo vetëm nga aspekti ose nga ana shpirtërore. Edhe prandaj erdhan ato përgënjeshtrimet. Por njerëzit e imanit, që është këtu në Kitabul Iman, në librin e besimit, s'kan domethënë në pikën e dyshimit. Sepse Allahu dhe thotë Sheikh Uthaymin rahimullah, kjo tregon domethënë se Allahu është i gjithfuqishëm. Se Allahu subhanahu wa taala është i gjithfuqishëm dhe shembull këtu në këtë kemi domethënë Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kur i ka ardhur lajmi që kureshit kanë menduar dhe kanë sinuar se tash kapëm një pikë ku mundet domethënë Abu Bakri me dyshu dhe me fillu domethënë të me domethënë lëkundjen në një farë lloj mënyre domethënë, që më thonë ai ky shoku yt domethënë, jo që ka filluar me pretendu se vjen shpallje, po pretendon që edhe brenda natës ka shkuar në Beitul Maqdis dhe është kthyer në mëngjes para sabahit në Mekë. Atëherë Abu Bekri radhiyallahu anhu, i cili kishte zemrën të mbushur me iman, i tha, a e ka thënë ai një gjë tjetër? Po tha. Atëherë tha, e ka thënë të vërtetën. Ka thënë domethënë të vërtetën. Sa i përket thot Imam Uthemini rahimahullah të burakut. Dikush mundet me thënë, po nga doli kjo kafsh? Si erdhi kjo kafsh? Thot Sheikh Uthemini rahimahullah, se në këto pyetje nuk ka hajër. Dhe këto janë pyetje të ata që kanë tepruar në fenë e tyre. Sepse po të ishin këto pyetje të ligjshme, atëherë na e kishin parakaluar ata që ishin pa dyshim më mirë se ne. Pikërisht sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se sahabët për shumë gjëra, për shumë çështje e kanë pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam. Që ta dinë, që ta kuptojnë. Këtu domethënë nuk kanë pyetur. Se ku doli, si doli kjo kafsh? Jo domethënë, edhe prandaj thotë Sheikh Uthaymin rahimullah, edhe nuk lejohet në këto stene me u fellu, po të mjaftojmë domethënë na me asaj ose me rrugën që ishin ata para nesh. Dhe janë ata domethënë në sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto çështje janë domethënë për çështjeve të gajbit. Prej min umur ghaibiyya. Janë për çështje domethënë të gajbit. Nuk thuhet min eina ja, min eina wulida, ku ka qenë deri atëherë, si ka qenë domethënë këta domethënë në pyetje që nuk ka nevojë, por duhet me thonë amantu billahi wa rasuli. Do thonë i besoj Allahun subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Sheikh Uthaymin rahimullah te pjesa këtu kur masi që i ka falë 2 recate pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka dalë jashtë xhamis domethënë, atëherë e ka prit aty Xhibrili alayhi salatu wasallam me 2 enë, një enë me verë e tjetra me çumësht. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka zgjedhur domethënë e ka zgjedhur çumshtin, që kjo domethënë është më e përshtatshme dhe më e dobishme për trupin e njeriut. Sepse çumshti thotë Sheikh Uthaymin rahimullah, jo që është pije, po është edhe ushqim. Po është edhe ushqim. Edhe dikush mund të thonë, jo, po si, ku, qish? Thotë Imam Uthaymin rahimullah.
cili është ushqimi dhe pija e parë që e konzumon njeriu kur vjen në botë. Nuk është mishi. Nuk janë, ku e di, bombona ose ku e di çfarë. A është ashtu? Çka është qumshti? Ai qumësht bëhet për ty domethënë ushqim. Ushqim që të mjafton. Dhe është i shëndetshëm dhe nuk ka për ty asnjë lloj dëm. Asnjë lloj dëm domethënë. Prandaj edhe këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e zgjodhi domethënë në ajo që është në bazë të fitrës dhe më e dobishme domethënë për njeriu. Këtu mundet dikush me thonë, po si domethënë i ofrua pejgamberit alayhi salatu wassalam verë në një enë edhe në enën tjetër qumësh, kur e din se alkoholi, vera janë të ndaluara në islam. Por kjo ka qenë periudha e Mekës, thotë Sheikh Uthemini rahimullah, që në atë kohë domethënë në alkoholi nuk ka qenë i ndaluar. Sepse ndalimi përfundimtar ka ardhur domethënë në Medinë. Përfundimisht domethënë është ndaluar alkoholi në Medinë. Këtu meleku, rojet e qiellëve kanë pyetur domethënë men hadha, kush është ky? Edhe Xhibril alayhi salatu wasallam është përgjigjur domethënë sa ai është. Xhibril, edhe thotë Sheikh Rabia rahimahullah këtu, është prej etikës kur dikush kërkon leje te dikën, kur i thuhet kush je ti, të prezantohet domethënë me emrin e tij. Jo me thonë unë jam. Ana. Edhe kjo ka ndodhur me njërin prej sahabëve ridwanullahi alejhim, që ka kërku leje te shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kur ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam men ente, kush je ti? Ai pas derës ka thënë ana, unë jam. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një formë të qortimit, men ana. Kush është unë domethënë. Po, është e drejtës domethënë dhe sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam me tregu domethënë emrin. Unë jam filani. Unë jam domethënë filani. Edhe kështu ka bërë edhe këtu shikoni Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe kur është pyetur kush është ai me ty, ka thënë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tash mundet dikush me thonë, po si ka mundësi që meleku nuk e ka njohur Xhibrilin alayhi salatu wassalam dhe nuk ka ditur që i ka ardhur shpallje Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sheikh Rabia rahimahullah thotë po, ka mundësi, sepse melaçi nuk i din gajdin. Edhe Muhammedi alayhi salatu wassalam është i dërguar tek njerëzit e xhinëve, jo te melaçet. Është i dërguar i Allahut tek njerëzit dhe xhindët, jo te melaçet. Edhe ai melek është krijesë. I gjithdijshëm është Allahu subhanahu wa taala. E jo krijesa domethënë. Barakallahu fik. Domethënë kjo dhe përmende thotë Sheikh Rabia rahimahullah, që ka thënë Nawawi rahimahullah në shpjegimin e tij të kësaj pjese, te pjesa domethënë qad bu'itha ilay, i është shpallur atit çështja e lejimit të Isras dhe Mi'raj, domethënë çështja e udhimit gjatë natës ose brenda natës deri në Beitul Maqdis dhe ngjitja lart domethënë. Kjo është për qëllim, disa kanë thënë prej dietarëve domethënë qad bu'itha ilay. Dhe thot Imam Uthemini rahimahullah, një shpjegim i tretë, dhe ajo është sipas Sheikh Utheminit rahimahullah më i sakti, është domethënë këto pyetje janë bërë, kush je ti, kush është me ty, ai ka ardhur aty shpallje kështu me radhë, që të dihet domethënë pozita dhe vlera e atij që është me Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Që të dihet domethënë dhe të njihet vlera dhe pozita e atij domethënë që është domethënë me Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Edhe kjo,
kur e ka taku pastaj në qiellin e parë ka taku pejgamberi alayhi salatu wassalam Ademin alayhi salatu wassalam, edhe i ka uru mirëseardhje. Dhe thot Shekh Rabia rahimahullah, kjo është domethënë nga etika e muslimanëve. Kur të vjen dikush ti urojsh domethënë mirëseardhje dhe ta apresish domethënë me buzëqeshje dhe ti urojsh domethënë mirëseardhje dhe ti alehsojsh domethënë arritjen aty dhe vendin e kështu me radhë. Kjo është domethënë prej etikave të pejgamberëve dhe të sahabëve ridwanullahi alehim dhe të muslimanëve. Këtu të çështja domethënë që dikush prap thotë Sheikh Uthejmini rahimullah thotë mundet dikush me thonë jo po si e ka pa Ademin alayhi salatu wasalam aty dhe në qiellin e dytë e kështu me radhë pejgamber të tjerë e kështu me radhë deri në fund në qiellin e 7, themi domethënë se ne u besojmë këtyre teksteve edhe kaq. Jo, dhe nuk themi thotë Sheikh Uthejmini rahimullah që ndoshta shpirti i tij i Ademit alayhi salatu wasalam e ka marrë vetëm formën e tij se si duket edhe kështu me radhë. Jo. U besojmë domethënë se aty në qiellin e parë e ka takuar domethënë Ademin alayhi salatu wasalam. Edhe për këtë nuk kemi asnjë farë lloj domethënë në dyshim. Edhe prap po, thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah, ti nuk mundesh me qenë si me thonë ahras. Nuk mundesh me qenë domethënë më i etur, si me thonë. Më i etur që të kesh dije për këto sende se sa sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kur u ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam këto sende edhe për burakun, edhe se i ka taku të gjithë këto pejgamber në ato qiell, askush domethënë nuk ka thënë jo po ai ishte me trupin e tij ose vetëm me shpirtin e tij ose ka marrë shpirti i tij formën e trupit të tij kështu, nuk i kanë bërë këto pyetje. Por i kanë pranuar domethënë ashtu siç u ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa me pas asnjë lloj domethënë në dyshimi. Pa me pas domethënë asnjë lloj dyshimi. Edhe pastaj të çështja që ka taku Jusufin alayhi salatu wassalam, që është përmend këtu domethënë edhe bukuria e tij, dhe padyshim domethënë që edhe në sura Jusuf që thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah, Allahu Taala ka shpall një sure domethënë me historinë e Jusufit alayhi salatu wassalam që është plot dobi domethënë për besimtarët. Aty domethënë përshkruhet dhe shihet qartë domethënë bukuria e Jusufit alayhi salatu wasalam, saqë ajo gruaja e Azizit të Egjiptit domethënë është dashuruar në të dhe pasi që ato gratë e elitës së Egjiptit e kanë çortu, atëherë domethënë i ka ftuar ajo në shtëpinë e saj dhe kur e kanë pa ato gratë të elitës së Egjiptit Jusufin alayhi salatu wasalam, atë shumë janë mahnitur nga bukuria e tij saqë e kanë haruar vetveten e tyre. Edhe kjo ndodh domethënë kur njeriu sheh diçka nga e cila mahnitet, haron domethënë çka ndodh rreth vetes domethënë. Edhe kështu ka ndodhur domethënë atyre. Thotë këtu Sheikh Uthejmini rahimahullah. Po a nuk është transmetuar nga Enesi radiallahu anhu dhe nga sahabët po ashtu, kanë ardhur shumë transmetime, ku kanë thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kana ahsanu an-nasi wajhan. Do thonë Muhamedi alayhi salatu wasallam ka qenë njeriu më i bukur. E tash si bashkohet pyetja thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah, çështja e Jusufit alayhi salatu wasallam dhe bukuria e Jusufit alayhi salatu wasallam, atëherë domethënë thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah se bashkimi është i lehtë, sepse sahabët ridwanullahi alehim kur kanë folur për pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe për shkrimin e tij, kanë folur domethënë për kohën që ata kanë përjetuar dhe kanë pa pejgamberin alayhi salatu wasallam. E kjo nuk është për qëllim domethënë se të çdo fëmijë të bijat e Ademit alayhi salatu wasallam ka qenë ose në mesin e të gjithë bijave të Ademit nga Ademi alayhi salatu wasallam deri domethënë në Yawmul Qiyama, nuk ka qenë qëllimi ky, po ka qenë domethënë përshkrimi nga ana e sahabëve ridwanullahi alehim për
kohën që ata e kanë përjetuar dhe kanë qëndruar me pejgamberin alayhi salatu wassalam. E jo për diçka domethënë që ka qenë më herët, sikurse ka qenë domethënë në Jusufi alayhi salatu wassalam. Pastaj të çështja e në qiellin e 4 përmendet domethënë se ka taku Idrisin alayhi salatu wassalam. Dhe thot Imam Uthejmini rahimahullah se kanë gabu ata të cilat kanë thonë se Idrisi alayhi salatu wassalam ka jetuar para Nuhit alayhi salatu wassalam. Por ajo që është e sakta domethënë që Idrisi alayhi salatu wassalam është domethënë në pas Nuhit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo kuptohet domethënë thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah nga tekstet të Kur'anit se Idrisi alayhi salatu wassalam është pas Nuhit alayhi salatu wassalam. Edhe këtu është ajo që thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah që është përmend ajeti domethënë në lidhje me Idrisin alayhi salatu wassalam wa rafa'nahu makanan 'aliyan, thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah ai qaulul mudraj. Domethënë kjo fjalë, ky ajet domethënë nuk është nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, por e ka përmend dikush domethënë prej transmetuesve. Pastaj edhe takimin me Harunin alayhi salatu wassalam, pastaj me Musan alayhi salatu wassalam, edhe thot Sheikh Uthejmini rahimahullah se Musa alayhi salatu wassalam me çiltërsinë e tij ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe po ashtu ndaj këtij ummetit ka domethënë vlerë. Vlera është që ai domethënë është bërë sebeb që janë zbritur ato namazë nga 50 namazë në 5 namazë. Kurse shpërblimi i parave vazhdon domethënë të qëndrojë për 50 namazë. Këtu është bërë shkak domethënë sebeb Musa alayhi salatu wassalam. Edhe normal njerëzit domethënë njerëzit që kur u bëhet ndonjë të mirë e vlerëson atë tjetrin, domethënë që ua ka bërë atë bamirësi, edhe më shumë, edhe ja din për të mirë, ja mbajnë mend. Kjo tregon që ne duhet edhe më shumë domethënë që t'ja dim Musait alayhi salatu wasallam vlerën dhe pozitën. E jo tjetë çështja domethënë si puna e Sejt Kutubit, që me sulmu Musan alayhi salatu wasalam, që me fol fjalë domethënë të pahishme për të, që ndoshta nuk i takon me i thënë ato fjalë për një musliman, e mos flasim domethënë për një dietar, e mos flasim për një pejgamber dhe i dërguari që është nga ose në mesin e 5 më të mirëve domethënë të dërguarve të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj te çështja e Beitul Ma'mur, thot Sheikh Uthejmini rahimahullah, dhe po ashtu edhe Sheikh Rabia rahimahullah, se Beitul Ma'mur është thonë domethënë se është në të njëjtën vijë vertikale me Çabën në tokë. Beitul Ma'mur, që është domethënë në qiellin e 7, është domethënë është përmend yuqal, thot Sheikh Uthejmini rahimahullah, në të njëjtën vijë vertikale me Çabën në tokë. Këtë përmend edhe Sheikh Rabia rahimahullah, por shehu thot që një gjë e tillë ta pohojmë në mënyrë të prerë, një gjë e tillë kërkon argument. Për këtë domethënë nuk ka. Është përmend domethënë si informacion domethënë si fjalë, po me pas domethënë ndonjë argument të prerë domethënë nuk ka një gjë e tillë domethënë. Edhe pastaj ka shkuar edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam te Sidratil Muntaha, edhe aty domethënë sepse aty është quajtur thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah Sidratul Muntaha, sepse aty përfundon gjithçka që ngjitet drejt qiellit. Aty përfundon. Dhe aty është përmendur në disa transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty kur ka mbritë Sidratul Muntaha e ka dëgjuar zhurmën e lapsave. Zhurmën e lapsave me të cilët shkruhet kaderi. Do të shikoni këto çështje madhështore. Dhe asnjëherë domethënë nuk mundet këto sende logjika me kap, për vetëm se domethënë me shpallje. Për vetëm se me shpallje siç është domethënë këtu domethënë rasti. Që pejgamberi alayhi salatu wasallam te Sidratil Muntaha i ka dëgjuar domethënë ato kërcitjet dhe zhurmën e lapsve me të cilët shkruhet kaderi.
sepse Allahu subhanahu wa taala në çdo ditë është domethënë në veprim. Edhe thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, se padyshim domethënë kjo udhëtimi gjatë natës drejt Beitul Maqdis, pastaj edhe ngjitja lart, kjo është domethënë nderim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu edhe për ummetin e tij. Është nderim për pejgamberin alaihi salatu wassalam dhe për ummetin e tij. Dhe po ashtu në këtë hadith shihet qartë qetësia dhe vendosmëria në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se gjatë udhëtimit, që përmendet në Kur'an domethënë, nuk ka shiku pejgamberi alaihi salatu wasallam gjastas e majtas. Sepse në pozita të tilla, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, kur i ndodh njeriu diçka domethënë të jashtëzakonshme, kur ai përballet me ndonjë situatë domethënë të jashtëzakonshme, zakonisht thotë Sheikh Uthemini, adatan, njeriu fillon domethënë me lëviz shikimin e tij. Por pejgamberi alaihi salatu wasallam ka qenë domethënë i qetë dhe i vendosur, që kjo tregon domethënë fuqinë e zemrës së tij. Që tregon domethënë fuqinë e zemrës së tij. Dhe po ashtu thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, këtu shihet domethënë fuqia e Allahut subhanahu wa taala, dhe se ato janë 7 qiell, edhe distanca mes njënit qiell deri tek tjetri janë 500 vjet. Distanca domethënë është domethënë 500 vjet nga njëri qiell deri tek tjetri. Edhe këtu pohohet domethënë këtë hadith se Allahu subhanahu wa taala fol, sepse e ka dëgju pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kjo është domethënë njëri prej besimeve të Ahlus Sunna wal Jamaa, dhe është refuzim këtu domethënë kundër Esharive. Është refuzim domethënë kundër el Esha'ira. Dhe po ashtu thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, në këtë hadith e mësojmë dhe kuptojmë se ekziston Beitul Ma'mur, se domethënë kjo shtëpi që është për adhurim, ku bëjnë adhurim me laçet dhe bëjnë tawaf edhe hyjnë e kështu me radhë, është domethënë në ky hadith argument se ajo ekziston. Po ashtu se me laçet ekzistojnë, dhe po ashtu se numri i melaçeve është shumë i madh. Saqë domethënë në çdo ditë domethënë hyjnë aty 70.000 melaçe dhe nuk kthehen. Dhe thotë Sheikh Rabia rahimahullah, wallahu a'lam, kjo ndoshta i ngjan në një farë aspekt domethënë haxhit, që është obligim për muslimanët në tokë një herë në jetë. Që është domethënë obligim që ta bëjnë domethënë një herë në jetën e tyre. Dhe po ashtu domethënë këtu shihet edhe vlera e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Këtu shihet domethënë edhe vlera e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, që ka qenë domethënë me shpinën e tij, domethënë i mbështetur ose i kthym domethënë ka Qabja, ka Beitul Ma'mur. Edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah, prej kësaj që Ibrahimi alayhi salatu wassalam domethënë ka qenë me shpinën e tij domethënë ka Beitul Ma'mur, disa prej dietarëve e kanë marrë si argument që edhe në tokë muslimanët jashtë namazit domethënë me qëndru me shpinën e tyre domethënë ka Qabja. Edhe përmendet domethënë prej Sa'id ibn Musayyib rahimahullah wa radiyallahu anhu, thot Sheikh Rabia, se kur ka qenë në momentet e tij të fundit të vdekjes, e kanë marrë familjarët e tij dhe e kanë kthy në drejtim të kiblës. Kur e ka marrë pak veten e tij, edhe ka pyetur domethënë se kush e ka bën një gjë e tillë, edhe i ka çortu. Domethënë. Edhe kjo ndoshta edhe sot kësaj dite është e përhapur domethënë në vendet tona, që nëse gjenazja qëndron një natë në shtëpi, e kthej njerëzit domethënë ka kible. Kjo domethënë nuk ka bazë dhe nuk ka argument. Pastaj thot Sheikh Uthemini rahimahullah, tregon kjo domethënë qiellt domethënë ku janë pejgambert, a e tregon domethënë kjo qiellin e parë Ademi alayhi salatu wasallam, qiellin e dytë Isa me
Jahjen alayhi salatu wassalam me kështu me radhë. A tregon kjo dhe për vlerën e tyre sipas domethënë qiellve? Thotë Sheikh Uthaymin rahimahullah nuk është argument, sepse Isa alayhi salatu wassalam është në qiellin e dytë dhe pas tij domethënë ka pejgamber të tjerë domethënë që nuk janë prej ulil azm, kurse ata në qiellin e tretë, në qiellin e katërt e kështu. Prandaj domethënë kjo nuk është argument në renditjen e vlerës së tyre sipas domethënë qiellve. Dhe thot Sheikh Rabia rahimahullah këtu te çështja domethënë kur e ka pyetur Musai alayhi salatu wasalam pejgamberin alayhi salatu wasalam se çka ta bëri obligim ose çka të obligoi ty Zoti yt, atëherë ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam se janë 50 namaza. Kjo tregon thot Sheikh Rabia rahimahullah për rëndësinë dhe pozitën e madhe të namazit në Islam, i cili është domethënë shtylla e dytë të Islamit. Shtylla e dytë domethënë të Islamit, prandaj domethënë se në këtu kur e ka bërë domethënë pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë udhtim, i është bërë obligim namazi, kjo tregon domethënë pozitën e namazit në Islam, që vjen domethënë pas tauhidit me një herë, që vjen domethënë pas tauhidit me një herë. Edhe këtu thot Sheikh Rabia rahimahullah se çiltërsia e Musait alayhi salatu wassalam edhe është domethënë një farë lloj domethënë dhimbshmëri që ka pas Musa alayhi salatu wassalam për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot Sheikh Rabia rahimahullah se kjo tregon dhe është argument se dikush që e ka kalu diçka, e ka provu diçka, e ka testu diçka në kaluam, do thonë që ka njohuri, që ka njohuri ma shumë se sa dikush që ka ardhur domethënë ma vonë. Se thot Musa alayhi salatu wasallam, një gjë e tillë domethënë e kanë provuar me benu Israil. Megjithatë që Sheikh Uthaymin rahimahullah thot se nuk është e thënë që nëse ata benu Israil nuk e kanë përballuar diçka e tillë ose një gjë e tillë, që edhe ky ummet mos ta kishte përballuar, sepse ky ummet është më i mirë, është më i vlefshëm domethënë se beni Israil. Edhe këtu ajo që u përmend në fillim domethënë te çështja domethënë që ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam fanazaltu ila Musa, dhe zdrypa domethënë deri te Musa alayhi salatu wasalam, dhe pastaj kur i tha kërkoi Zotit ton lehtësim e kështu me radhë, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam është kthy te Allahu subhanahu wa taala, është ngjit domethënë lart, edhe prap është kthy prap te Musa alayhi salatu wasalam. Këtu thot Sheikh Rabia rahimahullah, an-Nawawi rahimahullah ka bën një keq interpretim. Ka bën një keq interpretim, do të thonë në shpjegimin e tij të Sahih Muslim, që ka përmend domethënë, që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka lëviz domethënë mes vendit ku ka qenë Musa alayhi salatu wasallam dhe vendi ku ka fol me Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë që ka mohu çështjen e el-ulu, që Allahu subhanahu wa taala është lart. Edhe kjo është prej besimit të esharive, sepse ata thot Sheikh Rabia rahimahullah la ya'tarifun bi uluillah, do të thonë ata nuk e pranojnë se Allahu subhanahu wa taala është lart. Ata një gjë e tillë do të thonë e mohojnë. As nuk e pranojnë el istiwa ala al arsh, ngritja mbi arshin, nuk e pranojnë domethënë, dhe kjo është domethënë kjo është një gabim fatal. Kjo është domethënë një gabim fatal. Edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah, cila do ishte dobia e Mi'rajit,
ngjitja lart, nëse Allahu do të ishte në çdo vend. Çfarë do të thonë? Kjo është një argument shumë i fuqishëm. Cila është dobia, domethënë? Nëse Allahu domethënë me qenjen e tij do ishte në çdo vend, cila do ishte dobia, domethënë çështja e Mi'rajit? Cila do ishte dobia, domethënë? Ose nëse si që thonë ata, thotë Sheikh Rabia rahimullah, la fawqa wala tahta wala yamin wala yasar. Cila ishte dobia, domethënë? Nëse do ishte ashtu, thotë Sheikh Rabia rahimullah, si që pretendojnë ata e sharit, atëherë Allahu Teala i kishte folur pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke qenë ai në Mekë, pa me pas nevojë domethënë me e bë domethënë në Mi'raj, ngjitje domethënë lart, pa me pas nevojë domethënë. Sepse nuk ka nevojë domethënë, thotë Sheikh Rabia atëherë, për suud wa nuzul. Domethënë ngjitje lart edhe zbritje, nuk ka nevojë. Edhe thotë Sheikhu se Allahu Teala është lart mbi krijesave të tij, dhe se është mbi arshin e tij. Kjo është e vërtetuar me 1000 argumente nga Kurani dhe Sunneti. Dhe këto argumente i ka përmbledhur Sheikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ka përmendur domethënë 20 llojesh argumente për ngritjen e Allahut subhanahu wa taala mbi arshin e tij dhe se është Allahu Teala mbi krijesave të tij, 20 lloje argumente, dhe në çdo lloj domethënë të këtyre argumenteve ka përmendur argumente domethënë që arrin domethënë në numrin 1000, që arrin domethënë në numrin 1000, se Allahu subhanahu wa taala është mbi krijesave të tij dhe mbi arshin e tij. Edhe këtë ka përmendur Ibnul Qayyim rahimahullah në librin e tij Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya. Domethënë mbledhja e ushtrive islame. Realisht këtë libër Ibnul Qayyim rahimahullah ka përfilluar duke i refuzuar domethënë Xehmit edhe Mu'tazilit edhe Sharit. Po e ka quajtur domethënë mbledhja e ushtrive. Domethënë ky titullim domethënë. Shikoni titullin domethënë. Nuk është kështu Ijtima' Juyush, mbledhja e ushtrive. Jo gjejsh, jo ushtrive. Duke i refuzuar domethënë al-Mu'attila, ata që i mohojnë dhe refuzojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe po ashtu Imam al-Dhahabi rahimahullah në librin e tij Al-Ulu ka përmend domethënë argumente domethënë të shumta se Allahu subhanahu wa taala është mbi krijesave të tij. Edhe duhet të dihet këtu se Imam al-Dhahabi rahimahullah ka edhe një libër tjetër, Al-Arsh. Al-Arshun, domethënë arsh, froni. Dhe dikush mundet këtu me rëshqit, sepse këtë libër Al-Arsh, kur e ka përpilluar Dhahabiu, nuk ka qenë në akiden e Ehli Sunna wal Jamaa. Edhe ti tash nëse nuk i ndin këto ndarje, ti thosh Dhahabi, dietarët thonë imam, dietar i madh. Edhe e lexon atë libër, edhe vjen pastaj me çuditëra. Prandaj Dhahabiu rahimullah ka përpilluar më vonë El-Ulu, që me tregu se ajo që është në atë librin tjetër është gabim, ose një pjesë. Prandaj dia merret prej dietarëve. Se ka disa paradovite domethënë që kanë përkthy domethënë se diat kujtohet se domethënë Dhahabi ka përmend prej Sufjanin, prej dietarëve të tjerë kështu me radhë. Edhe ata tu mendu domethënë se janë në rregull. Sheikh Rabia rahimahullah pikërisht për këtë sen ka bërë refuzim domethënë. Dhe ka tregu domethënë në mënyrë domethënë ekselente se si është domethënë çështja libri Arsh e ka përpilluar Dhahabiu rahimahullah, kur nuk ka qenë në akiden e Ehli Sunna dhe prandaj aty ka gabime. Edhe prandaj si pasojë të kësaj është përpilluar edhe ky libri më vonë El-Ulu, që me tregu domethënë akiden e Ehli Sunna wal Jamaa. Prandaj kujdesi i madh domethënë që njeriu me marr fenë e tij prej dietarëve që janë domethënë të thelluar në akiden selefie sunnie.
Edhe thot Shekh Rabia rahimahullah, se prandaj, pasi që janë argumentet kaq shumëta, që ishen që Allah është mbi krijesave të tij dhe mbi arshin e tij, argumentet e aq të shumta sa që selefët, domethënë ata njerëz që e mohojshin ngritjen Allahut subhanahu wa taala mbi arshin e tij dhe që është mbi krijesave të tij, që selefët domethënë pasi që t'ia ngriçin argumentin tjetrit, atëherë domethënë nëse nuk pranonte, i bëjshin tekfir dhe ishin shumë të ashpër kundër këtyre njerëzve. Ata që mohojnë domethënë ngritjen Allahu subhanahu wa taala mbi arshin e tij. Thotë Shekh Rabia, ata të ma vonshmit prej esharive, ata i kanë ndjekur dietarët të tyre në mënyrë verbazi, në mënyrë domethënë qalledu, domethënë i kanë ndjekur në mënyrë të verbër. Kjo domethënë ma annahum yuhibbuna al-islam. Shikoni çka përmend shehu këto. Megjithatë që ata më vonshmit kanë shfaqin dashuri për Islamin. Duan dhe me se janë fetar, të kenë fetari, ama shkaku pasojës së dietarëve të tyre, ku janë rritur ata, dhe ndikimi i rrethanave dhe rrethit, janë ndiku domethënë me akiden domethënë e esharive. Prandaj domethënë njeriu domethënë duhet me pas kujdes edhe prej rrethit ku jeton, që mos ndikohet domethënë me këto besime domethënë në të kota. Thotë Shekh Rabia rahimahullah, udhëtimi i Mi'raj, ngjitja lart në qiell nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, është vërtetu, thotë Shekh Rabia rahimahullah, bi delilin wahid, është vërtetuar me një argument. Tash thotë Shekh Rabia, si ka mundësi që për çështjen e Allahut që është mbi krijesave të tij ka qindra mija argumente. Ktu i takon me thonë qindra mija argumente, kurse ti dyshon dhe refuzon dhe mohon. Kurse për çështjen e Mirajit ka një argument dhe ti e pranon. A është kjo e logjikës së shëndosh? Nuk është. Kur ti me një argument ti i gatshëm ta pranojsh se është realizuar, domethënë ngjitja lart në qiell, me lejen Allahu subhanahu wa taala, atë pse nuk e pranon ti kur ka qindra argumente domethënë se Allahu subhanahu wa taala është mbi krijesave të tij. Por thotë që kjo është bela. Kjo është një sprovë domethënë që i ka kapluar domethënë logjikat e këtyre njerëzve. Edhe thotë domethënë që ne u ka thënë yarji'u ila al-makan alladhi kana yunaji fihi rabbahu. Domethënë ktheheshte në vendin ku ai domethënë i luteshte, i drejtoheshte Zotit vet. Domethënë nuk thotë Newawi rahimullah ngjiteshte lart prap, po ktheheshte në vendin. Ai me këtë domethënë ta mohon ty se Allah është lart. Edhe ti nëse nuk i ke këto pajisje, ti mendon e përkthen aty, edhe ta përkthen dikush Sahih Muslimin për shembull në shit, me shpjegim të Newawi, edhe ta fut helmin domethënë pa me evreti. Edhe ti nesër i tregon fëmijut, i tregon tjetrit, gjenerat mas gjenerate. Duke mos qenë ndoshta vetëdijshëm se çka i e domethënë tu tregu. Dhe se kjo përmban domethënë dhe qëllimi është tu me mohu domethënë se Allah është lart mbi krijesave të tij. Sepse thot Shekh Rabia rahimahullah, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka thënë lem yakul baina al-amakin, kam lëvizur mes dy vendeve domethënë. Njëherë te Allahu subhanahu wa taala, pastaj te Musa alayhi salatu wasallam. Por domethënë baina Rabbi wa baina Musa. Edhe fa nazaltu ila Musa, nazala çka është domethënë nga lart poshtë. Nga lart domethënë nga lart poshtë. Edhe Mi'raj, çka është Mi'raj? Siç e thash Sheikh Uthaymin rahimahullah, në fillim është domethënë suud, ngjitje lart. Ngjitje lart. Edhe të çështja e shpërblimeve domethënë që njeriu merr shpërblime të mëdha kur bën një vepër të mirë, deri domethënë 10 shpërblime, deri 700, derisa do domethënë Allahu subhanahu wa taala, por këto shpërblime të mëdha, thotë Shekh Rabia rahimahullah, janë ose varen me çështjen e ikhlasit,
se sa ma shumë të jetë njeriu i përkushtuar dhe i sinqert me krijuesin e tij Allahu subhanahu wa taala, aq sa ma shumë domethënë është edhe më i madh shpërblimi dhe po ashtu edhe çështjen e el muwafaqa. Domethënë përputhshmërinë. Domethënë jo vetëm ihlas që është patjetër, po edhe që vepra të jetë e kryer dhe vepruar sipas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Atëherë domethënë njeriu shpreson shpërblim. Atëherë duhet me shpresu shpërblim. Kurse sa i përket që u përmend këtu domethënë wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab shay'an. Nëse dikush sinon me bëni vepër të keqe e nuk e vepron, nuk i shkruhet asgjë. Dhe ka ardhur në transmetime tjera që shpërblehet kur e le mëkatin dhe nuk e vepron. Por kjo është domethënë kur është përmendur në ato hadithe tarakaha min jarra'i, ej min ajli. Domethënë kur njeriu e lë mëkatin për shkak të Allahut subhanahu wa taala. I kujtohet domethënë se Allahu taala e sheh atë dhe e mbikëqyr, atë robi domethënë ndalet dhe nuk e vepron atë mëkat, atëherë jo vetëm kaq, po edhe shpërblehet. E jo me e lëm mëkatin, thotë Sheh Rabia rahimahullah, nga frika prej njerëzve, nga frika prej policisë, nga frika që mos goditet ose mos të futet në burg e kështu me radhë. Por muslimani vërtet domethënë e lë mëkatin jo për shkak shikimeve të njerëzve, jo për shkak kamerave dhe incizimeve, po e lë domethënë për shkak të Allahut subhanahu wa taala. Dhe mjaftojmë me kaq. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.